Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri Edi Rama në mesazhin e dhënë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës bëri thirrje që Bordi i Paqes të mos zëvendësojë Kombet e Bashkuara, por të ndihmojë në rizimin e tij. Thonë se Bordi i Paqes synon të zëvendësojë Kombet e Bashkuara, por mua nuk më duket si një përpjekje për zëvendësuar Kombet e Bashkuara. Por nëse ndihmon ta shkund atë gjigant në agoni dhe dashtë Zoti ta zgjoj, atëherë Zoti e bekoft Bordin e Paqes. Zoti President, pasi konfirmoi pjesëmarrjen e Shqipërisë me trupat e saj në forcën e stabilizimit të Gaza, kryeministri shfrytëzoi rastin për të trajtuar çështjen e ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbajtur në Hag. Ai kujtoi se ish-presidenti Thaçi ishte arrestuar pak përpara se të nisej në Washington, ku do të nënshkruajë marrëveshja me Serbinë e propozuar nga presidenti Donald Trump. Thirrja e kryeministit të Shqipërisë është për të reaguar përpara se shumë gjëra të ndodhin. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që ngrit nga rezistenca ndaj pastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, Zoti President, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Në mbylljen e fjalës së tij, kryeministri Edi Rama vuri në duke miqësinë që ka vendi si me Izraelin ashtu dhe me vendet arabe, e se për këtë shpreson fort që të jemi një vlerë e shtuar e vizionit tuaj të jashtëzakonshëm. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani pranose me presidentin amerikan Donald Trump për diskutuar dhe për gjykatën speciale. Megjithatë, ajo nuk dha më shumë detaje. Osmani shtoi se ajo dhe kryeministri Edi Rama do të flasin më me detaje kur të vijë momenti rreth kësaj çështje. Nuk besoj që është interesin e Kosovës nëse japi më shumë detaje rreth kësaj, mirëpo dua të siguroj që i kemi diskutuar të dyja temat dhe kemi marrë garanci të fuqishme. Natyrisht që kur të vijë momenti dhe unë dhe kryeministri Rama do të flasim me më shumë detaje për këtë temë, por e kemi informuar në detaje për këto dy tema dhe sërish dua të them, sot ka qenë një ditë jashtëzakonisht e mirë për Kosovën, deklaroi Vjosa Osmani. Donald Trump garantoi mbështetje për Kosovën. Në fjalën hapëse të mbledhjes inauguruese të Bordit të Paqes, që u zhvillua në Washington, presidenti Donald Trump ju drejtua presidentes Vjosa Osmani duke i thënë se paqja mes Kosovës dhe Serbisë po shkon mirë, por nëse krijohen probleme, telefono dhe ne do ta zgjidhim. Kosova dhe Serbia, përfaqësuesit, nëse jeni këtu, çfarë pune? Faleminderit shumë, ju vlerësojmë. Dhe ju po shkoni mirë me njëri tjetrin dhe kur mos shkoni mirë me njëri tjetrin më merrni në telefon dhe do ta zgjidhim këtë punë. Ky mesazh i Trump është postuar në rrjetet sociale dhe nga dërguari i posaçëm i SBA-s për misionin speciale Richard Grenell. Nisja e punës së Bordit të Paqes fillon me një kontribut për rreth 17 miliardë dollarësh, nga të cilat 7 për vendeve anëtare dhe 10 nga Shtetet e Bashkuara. Kazakistani, Azerbajxhani, Maroku, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini, Katari, Arabia Saudite, Uzbekistani dhe Kuvaiti kanë dhënë në total 7 miliardë dollarë, ndërsa Shqipëria dhe Kosova deri në këtë fazë nuk kanë kontribuar financiarisht, por do të angazhohen duke dërguar trupa sigurie. Presidenti amerikan përmendi në fjalën e tij konfliktet dhe tensionet që kanë ende nevojë për zgjidhje, si ai me Iranin, për të cilin njoftoi se do të marrë një vendim brenda 10 ditëve të ardhshme, ndërsa garantoi se nuk do të synojë zëvendësimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Do të punojmë me Kombet e Bashkuara ngushtësisht. Besoj se Kombet e Bashkuara kanë potencial shumë të lartë, nuk e kanë arritur deri tani këtë potencial, dhe duhet flasë edhe për 8 luftat e tjera. Nuk do të jem këtu ndoshta edhe për shumë kohë, por Kombet e Bashkuara duhet të jenë më të fuqishme dhe Bordi i Paqes do të ndihmojë Kombet e Bashkuara që kjo të funksionojë. Komandanti i forcës ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, Jasper Jeffers, ka deklaruar se Kosova është zotuar për të dërguar trupa me qëllim të ofrimit të sigurisë në Gaza. Siç tha ai në mbledhjen e parë të Bordit të Paqes, Indonezia, Maroku, Kazakistani, Kosova dhe Shqipëria janë 5 shtetet e para që kanë dhënë zotimin. Kjo do të sjellë siguri në Gaza, tha Jeffers. General Major Jasper Jeffers i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se forca e stabilizimit synon të zbadhohet deri në 12.000 trupa ndërkombëtare e përbërë nga ushtarë dhe policë. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Sulm kibernetik ndaj një kompanie kurorëzore në Gjermani. Kompania Deutsche Bahn vazhdon të jetë e prekur nga pasojat e sulmit kibernetik. Në faqen e saj të internetit thuhet se sulmi aktual ishte i qëllimshëm dhe për masat janë të konsiderueshme.
Shefi i Zyrës Federale për Sigurinë e Informacionit e konsideron sulmin ndaj kompanisë sekurodore gjermane si jashtëzakonisht të madh. Qendra Kombëtare për Sigurinë Kibernetike në Britaninë e Madhe kishte paralajmëruar për këtë sulme në fund të janarit. Objekti i sulmit të fundit kibernetik ka qenë infrastruktura energjetike. Ekspertët janë të shqetësuar sidomos prej sulmit kibernetik disa javë më parë ndaj Polonisë, ku për herë të parë u përdor nga sulmues rus një malware shumë agresiv dhe shkatrues i konstatuar vetëm ndaj centraleve energjetike në Ukrainë. Hungaria ndaloi furnizimet me naftë për Ukrainën në përgjigje të bllokimit të tranzitit të naftës ruse përmes tubacionit Druzhba nga Kievi. Deklarata vjen nga ministri i punëve të jashtme dhe tregtisë Peter Ziarto pas mbledhjes së kabinetit. Furnizimet me naftë në Ukrainë u ndërprend dhe nuk do të rifillojnë derisa ukrainasi të rifillojnë furnizimet me naftë përmes tubacionit të naftës Druzhba në drejtim të Hungarisë, tha ministri. Vendi po furnizon Ukrainën me vëllime të konsiderueshme nafte, gazi dhe energji elektrike, vuri në dukje Ziarto. Hungaria po luan një rol kritik në të, theksoi ai. Sipas të dhënave hungareze, nafta ruse nuk vjen në Hungari që nga 27 janari. Budapesti është i bindur se Kievi nuk i rifillon furnizimet vetëm për arsye politike. Kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, paralajmëroi se vendi i tij do të kërkojë partneritete strategjike me Kinën. Ne kemi interes strategjik për të gjetur partner në botë që mendojnë dhe veprojnë sikurse ne dhe që janë të gatshëm të formosojnë së bashku të ardhmen në mënyrë që vendi ynë të mbetet i begat dhe me nivel të lartë sigurie sociale, tha Merz gjatë aktivitetit në Bavari. Merz tha se europianët kanë treguar se mund të veprojnë së bashku gjatë një përshkallëzimi të fundit të lidhur me Grenlandën dhe paralajmëroi se Bashkimi Evropian do të përgjigjet nëse Washingtoni rrisërish tarifat. Presidenti SBA Donald Trump i ka kërkuar kryeministrit Britanisë së Madhe Keir Starmer të mos ia dorëzojë ishujt Kagos Mauritiusit, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës thanë se kishin miratuar marrëveshjen. Në një postim në Truth Social, presidenti SBA tha se Starmer do të bënte një gabim të madh nëse do të vazhdonte me këto plane. Britania deklaroi se do të merrte me qira bazën në Diego Garcia nga Mauritiusi me një kosto prej 47.3 miliard dollar gjatë shekullit të ardhshëm. Fillimisht Departamenti Amerikan i Shtetit tha se mbështeste vendimin e Britanisë së Madhe për të vazhduar me marrëveshjen, ndërsa më pas Trump tha se Starmer nuk mund të humbas kontrollin ndaj ishullit Diego Garcia në Oqeanin Indian, duke hyrë në një kontratë qiraje në rastin më të mirë 100 vjeçare. Arrestohet vëllai i mbretit Charles të Anglisë, Andrew Mountbatten Windsor, mbi të rëndon akuza për shpërdorim detyre. Kjo është hera e parë që një ish princ i cili është përballur me akuza të shumta për lidhje me abuzuesin e dënuar seksual, Jeffrey Epstein, është arrestuar. Andrew ka mohuar vazhdimisht dhe me forcë çdo shkelje. Kryeministri Polaku ka kërkuar qytetarëve të tij të largohen mënyrë nga Irani. Donald Tusk paralajmëroi se mundësia e një konflikti të hapur është shumë reale. Iran lub zaniechać wyjazdu do tego kraju, gdyż nikt nie będzie w stanie zagwarantować możliwości ewakuacyjnych na wypadek gorącego konfliktu. Brenda disa orësh, askush nuk do të jetë më në gjendje të garantojë mundësi evakuimi, paralajmëroi Tusk. Shtetet e Bashkuara po vendosin në lindjen e mesme një forcë të madhe sulmit detar dhe ajror, një dislokim masiv ushtarak që mund të përgatisë terrenin për një fushatë të rëndësishme sulmesh ndaj Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar disa herë Teheranin me ndërhyrje ushtarake nëse bisedimet aktuale nuk çojnë në një marrëveshje. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov paralajmëroi se çdo sulm i ri i SBA-s në Iranit do të kishte pasojë serioze. Ai bëri thirrje për përmbajtje për të gjetur një zgjidhje që i mundëson Iranit të ndjejë një program bërthamor paqësor. Intervista e Lavrovit me televizionin Al Arabia të Arabisë Saudite u transmetua një ditë pasi negociatorët amerikanë dhe iranian zhvilluan bisedime indirekte në Gjenevë për të parandaluar një krizë të re në rritje midis Washingtonit dhe Teheranit, shkruaj Reuters. Sipas Lavrov, Rusia mbetet në kontakt të ngushtë dhe të rregullt me udhëheqësit e Iranit dhe nuk ka arsye të dyshojë se Irani dëshiron sinqerisht ta zgjidhë këtë problem në bazë të respektimit të traktatit të mosprapjes bërthamore. Një gjykate e Koresë së Jugut dënoi ish-presidentin Yoon Suk Yeol me burgim të përjetshëm. Shkaku bëshpallja prej tij e ligjit të luftës në dhjetor 2024. Ish-presidenti mund të apelojë vendimin. Prokurorët kishin kërkuar dënime vdekje për Yoon, dënimi maksimal i disponueshëm sipas ligjit të Koresë së Jugut për kryengritje. Vendimi i gjykatës së qarkut qendror në Seul shënon një moment të rëndësishëm në një nga gjyqjet politike në historinë e kohëve të fundit të vendit pasi Korea e Jugut u zhyt në një krizë të rënd kushtetuese. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.